Bismillahirrahmanirrahim. Shumë njerëz kanë dëshirë që të lavdrohen me pasurinë e tyre të cilët e kanë, edhe me fëmijët apo djemt nëse ka diku shumë. Po harrojnë se ajo është një dhunti prej Allahut, të cilët u ka dhënë atyre që ato të gëzohen, të kënaqen me to, edhe të jenë në dobinë e tyre. Mirë po, sa herë kur lavdrohesh me ndonjë send të cilën të ka dhuru dikush, do ta hidhrosh atë dhuruesin e asaj të cilën të ka dhënë ty. Çka ka thonë për këtë Allahu i madhërisëm? El malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Pasunia edhe fëmijët janë zbukurim i kësaj bote. Pra në këtë ditë të madhe të Ramazanit, e lut Allahun e madhërisëm që çdo musliman i cili nuk ka fëmijë, Allahu të begatoj me fëmijë edhe me fëmijë të hajrit, edhe atij të cilët i mungon rrezku edhe furnizimi, Allahu ta furnizon me furnizim të halalit. Walhamdulillahi rabbil alamin.